A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Tema 20. Sot jemi data 15/3/2026 ose 25 Ramazan vitit 1447. Tema e radhës, jemi ka fundi mo me këto, është tema 20, do me thonë shpëtimi ose shkaqet që të ndihmojmë për me shpëtu nga fitneja e epshit. Se epshi që e ka vënu Allahu subhanahu wa ta'ala do me thonë në trupat tonë, mundet mu shndëru në smuje. Një smuje e zemrës e cila pastaj do me thonë jep pasoja shumë të rrezikshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 grupe të njerëzve do të jenë në hijen e Allahut atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut. Është një hadith shumë i njohshëm që shumë, domethënë, përmendet në për ligjëratat e hoxhallarëve. Është një hadith që e ka shënuar Buhariu dhe Muslimi. Edhe ka përmendur pejgamberi sa këto 7 grupe, se njerëzit kur të dalin përpara Allahut të madhruar në tokën e mahsherit, në tokën e ringjalljes, do të thonë dikush do të dënimi do të filloj për ta duke ju ekspozuar nxehtësisë, do të thonë së dillit. Edhe dikush do të fundoset në djersë të tij, dikush deri në fyt, dikush komplet, dikush deri në mes, dikush deri në gjunjë, kështu me radhë varësisht prej situatës. Dikush aty afër do të jetë në hije. E 7 grupet njerëzve do të jenë në hijen e Allahut, në hijen e arshit të Allahut, siç ka ardhur në disa transmetime tjera. Kategoria e parë është udhëheci i drejtë. Kategoria e dytë, njëri i cili e ka nis jetën e tij me ibadet ndaj Allahut. Kategoria e tretë është një njeri që zemrën e ka të lidhur me xhami. Kategoria e katërt, 2 njerëz të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut. Për hir të Allahut janë bashku dhe për hir të tij ndahen. Domethënë nuk është qëllim interesi. Kategoria e pestë është një njeri të cilin e thret një grua me pozitë dhe e bukur. E thret për me bon zina. Dhe ki thot unë i frigohem Allahut. Dhe kategoria e, domethënë kjo ke e 6, dhe kategoria e 7 e 5, kategoria e 6 është një njeri i cili jep sadaka derisa e djatha e tij nuk e di se çka ka dhënë majta e tij. Është shprehje, kjo është një, domethënë një shprehje metaforike që tregon se msheft e ka dhënë. Domethënë dora e djathtë nuk e di çka ka dhënë dora e majt. Dhe kategoria e fundit, një njeri i cili e ka përmend Allahun kur është në vetmi dhe i mbushën syt me lot. Këto 7 kategoritë njerëzve do të jenë në hijen e Allahut, dhe këto 7 në ditën e gjykimit, dhe këto 7 njerëz e kanë një cilësi të përbashkët. Krejt këto. Shifni, më thonë, i udhëheci i drejtë, i riu i cili e nis jetën me ibadet. Këto këtë e kanë një cilësi të përbashkët. Pa dinë cilash kanë shpëtu prej ndjekjes së epshit. Dashi i pari i ditit e deri te i 7, domethënë e kanë shpëtu nga ndjekja e epshit, e dëshirave. Më e rrezikshmja prej, domethënë, epsheve në të cilën shumë pak njerëz shpëtojnë, janë epshi ndaj grave dhe pasurisë. Edhe posteve, 3 i përmend. Domethënë pak njerëz shpëtojnë nga ndjekja që këtij epshi. Epshi, domethënë që e ka njeri për, domethënë, për çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi an-nisa." Ruhuni prej dunjas dhe ruhuni prej grave. Se fitneja, sprova e parë e bani Israilve ka qenë, domethënë, në gra. Ati që ne kanë kalu testin. S'kanë mujtë, domethënë, me kapërci. E tash në Kur'an, domethënë, është përmend një shembull shumë
interesant i njërit prej pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, bëhet fjalë për Jusufin alayhis salam. Është një ndër tregimet më të bukura i cili tregim e mëson, është një shembulltir për besimtarin, se tregimet që janë përmend në Kur'an, historitë ndryshme, kjo është, ka një qëllim të përhershëm. Deri në kiamet njerëzit kanë nevojë për që këtë tregim për këtë temë. E keni dëgjuar historinë e Jusufit, i cili ka pas sprova të ndryshme, ka pas disa sprova. Njëherë e kanë pas zili vëllezërit e vet, po mëse ne e kanë marrë, e kanë gjujt, më një bunar. Pastaj dikush e ka gjetë dhe e ka shit. Po atje ka pas, probleme pastaj me atë gruan ati pronarit vet. Vetëm se për këtë problemeve që i ka pas, thonë dietarët, këtë probleme që e ka pas, problemi më i rënd që e ka tejkalu, sprova të themi, më i rënd që e ka tejkalu Jusufi alayhis salam, është sprova e gruas së pronarit të tij, sa e konë rob të kush, o konë rob të njerë me post të nalt në Egjipt. Qaja sprova konë më e rënd se sa kur kanë dasht me vra vëllezërit e tij, kur e kanë gjujt në bunar, kur e ka gjetë një karavan dhe e ka shit. Pse se këto sprova, a i ka bo sabër edhe të këta. Mirë për të janë sprova që i kanë ndodhë dhe s'ka pas qare tjetër përveç se me pajtu. Sikur se me të ndodhë, për shembull, të ka vdek dikush me cilin të e konë shumë i lidh. E di që s'munesh me bo kur gjo. Mira ma sprova kur ti munesh me bo diçka, me zgjedh diçka të mirën ose të keqen, që këtu me e kalu testin, është puna më e madhe. Se ai, çaq motive të fuqishme ka pas për me rënë zina, kur ka dashur e gruaja e pronarit të tij, për të cilën Kur'an nuk përmendet se e ka pas emrin, po te ehli kitabit përmendet se e ka pas emrin Zeliha. Ajo, kjo konë, sklav, o konë shërptor në shtëpinë e saj. Edhe ajo, ka desh që e ka dasht për vete. Është mahnit se Jusufi, a.s. që së thotë pejgamberi s.a.s. i është dhonë gjysma e bukurisë me lekut. O konë diçka i mahnitshëm, qa që i heshëm që o konë Jusufi, a.s. E tash, unë do t'i lexoj ajetet kuranore prej ajetit 23, deri në ajetin 35 surës Jusuf, me gjithë se këtë surja është Allahu vetë e qunë ahsenul qasas, një ndër tregimet më të bukura që mund është me lexu në jetë. Thotë Allahu subhanahu wa taala duke filluar prej ajetit 23. Për çfarë ju preferoj që ta lexoni surën me përkthim në gjuhën shqipe, surën Jusuf. Pastaj të shohim mësime se çish me shpëtu njeri, nga sprova e epshit të zinas. Thotë Allahu subhanahu wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalet hayta lak. Ajo që ki ishte në shtëpinë e saj, pra Jusufi, e deshti për veti, i mbylli dyert dhe i tha hajde tash. Qala ma'adallah. Jusufi tha ma'adallah, fjala mazallah që themi ne. Mazallah, originali është ma'adallah. Allahu është ai që i kërkoj ndihmë edhe strehim, çat kuptime ka. Për çat kur thot dikush diçka, thot mazallah, Zoti na ruaj dhe me ku ne kërkoj mbrojtjen e Zotit, çfarë fjalësh? Qala ma'adallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Thot ma'adallah, Allahu i kërkoj mbrojtje. Ai është Zoti im i cili më ka bëu më shumë mirë. Edhe ai nuk i do zullumqtarët. Më njëherë puna e parë sa ishte ati, ato e i ofronin ushqim me krejt mirët në të shpinë e pronarit ku punon të Jusufi a.s. Tash puna e parë që i shkoj ndërmet, ta kjo është, Allahu nuk i do zullumqtarë, se zullum është me bo një vepër të tillë, apo? Thotë Allah sa, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Dhe ajo i shkoj asaj mendja për të, për me bo zinat. Dhe i shkoj
Jusufit mendja për atë grua, sikur të mos kishte pa argumentet e Zotit. Thënë ka pa argumentet e Zotit, ka shumë mendime, çfarë argumente ka pa Jusufi a.s. Në me thonë, çfarë argumente ka pa? Disa thënë jo shfaq Gjibrili a.s. Mirë po, mendimi më i saktë të saj, do me thonë, argumentet e imanit i ka pa. Ka lëviz imanin në zemrën e tij. Se thotë Allahu, edhe ati i shkoj mendja, Jusufit a.s. mos me i pas pa argumentet e Zotit të tij. Kedhalike li nasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Kështu thotë Allahu që t'ja largojmë nga ai të keqen dhe amoralitetin. Innehu min ibadina al-mukhlasin, me të vërtet ai ka qenë prej robërve tonë të sinqert. Do të thonë njëri kur është për një i sinqert me Zotin e tij. No, sinceriteti është pengesa më e madhe që shejtani nuk mundet me deviju njerin. Pse ai i cili e ka, do të thonë veprat i ka pak për ata, pak për këtë, pak për fatësi, pak për me fitu diçka, nuk është shumë i sinqert lidhja e tij me Zotin, është shumë kollaj bie në sprovat e shejtanit. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Edhe masi që ajo i tha jo, Zoti na rujt. Edhe ki boni hujum me i ka dera, megjithëse dera ishte mbyllur. Edhe ajo ja shkyu këmishën për mbrapa, thot Allah, Jusufit. Te e kreth. Edhe mrinën të dera të dit, kur që buri i kësaj me një familjarin e vetë të dera. Wa elfeja se jideha lede l'bab. Dhe e pana të ishtash zotnia, pronari i Jusufit a.s. Edhe jo më njëherë fjallin e parë, që tha gruja ati, pronari, së situata e pa lakmushme. Kalet ma gjeza u men arade bi ehli kesuen illa en yusgjene au adhabun alim. Tha, shka dhe bëjsh me ata i cili për familjen tënde e deshti të keqen, deshti mi bo keq familjes tënde. A mundet me konë gjezaja, shpërblimi ati diçka tjetër përveç se mu burgos, ose mi dhon një dënim të dhemshëm. Jusufi a.s. tha, kale hi e rawadet një anë nefsi, ajo mjoshi mu, ajo e para, wa shahide shahidun min ehliha, edhe ke një dëshmitari cili ishte nga familja e gruës së pronarit, kësaj gruës që deshti me bën. Një dëshmitar tha, kështu tha, kena me bën. Nëse këmisha e ti është e shkime mbrapa, atëherë ajo, nëse këmisha e ti është e shkime para, që ke me pronarin, atëherë ajo është e folë të drejtën, ndërsa kjo është gënjeshtar për Jusufi. A nëse këmisha është e shkime për mbrapa, atëherë ajo gënjen, ndërsa kjo është i sinqert. Jusufi, se gjykatësi, këtu gjykatësit fitojnë, do me thonë shumë mësimet, për këti rastit, se këshiri që duhet me shiku, në thonë gjykatësi që shim letë argumentet. Ato thonë, shështë nëse në kanë ati me po kush kanë e ka ngacmu. Mira më thotë nëse në këmisha, se mas do me thonë, kjo konë të hikë, se me konë pi për para, kjo ka sulmu dhe ajo konë të mbrojtë. Thotë, edhe kur e shofin, në me thonë, kur e shofin, në thonë, felemma ra'a qamisahu, kur e pon këmishën e ti, të Jusufit, kudde min duburin, shkime pi mas, kale innehu min kejdi kun, inne kejde kun nabim. Tha, vallah, kjo është hilja e juve grave. Me të vërtet hilja e grave dhe kurthi grave është i math. Mashtrimi grave është i math. Edhe shumë interesant se këtu e ka përmend se kurthet që mundën mi bën gratë, e ka përmend Allah subhanahu wa taala se kurthet e tyre janë shumë të mëdha. A kur ka fol për kurthet e shejtanit, ka thonë inna kejde shejtani dhaif, kurthi i shejtanit është i dobët, tjetër kon, tjetër ajet. Për çfarë thënë kurthi, se tani është një fjalë që e përdorin thënë kush e ka shti shejtanin shishe. Ç'kjo është? E njëra, kush e ka shti shejtanin shishe? Gruaja. Këtë do të thonë unë pi fëmijë e për pse se do të thonë intrigante, se ajo ka dëshmë e gabime dhe ka dëshmë alon Jusufit alayhis salam. Pastaj Jusufu, kush thotë është ai pronari i Jusufit, zotnia, që thënë o kon me post nalt të faraonit, o kon vet faraoni, o kon vezir, o kon ministër të themi.
Ati përmenet Imra'atul Aziz, do me thonë gruaja e atij personit autoritativ, ka qenë kështu. Jusuf a'rid anha, i thot Jusuf, lek këtë punë, wastaghfiri li dhanbika, ndërsa ti gruas vet, edhe sa kon shumë xhelas, subhanallahu. Thot ti ban istikfar për gjunojnë që e ki ban. Inneki kunti min al-khati'in, se ti pas ke kon gabim. Mirë po dul muhabetin qytet. Dul muhabeti se ai qysh mundet be gruaja e filan, a merr vesh me sklavin e vet. U ka dashuru mas hizmiqarit vet. Dul muhabetin qytet. Çka bëni kjo? Thot Allah, wa qala niswatun fil Medina. Than gratë në qytet, Imra'atul Azizi turawidu fataha. Gruaja e atij ministrit, do me thonë, po e josh atë hizmiqarin e vet. Qad shaghafaha hubba, do me thonë, është tmerrsisht, është dashurun ata. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Kjo dalalet I qartë, kanë thonë, kjo është devim I madh, mundet me sklavë, me hizmiqarin, na merresh. Sa ata janë kon njerëz pa kurrë hiç. Në me thonë pëse se, në me thonë të gruja, sidomos pasuria, autoriteti, pozita shoqërore, kja konë sklav, se në qysh mundet me sklavin e vetë. Kjo, kur ndëgjoj Zeliha, po I themi, felemma semi'at bi mekrihinne, kur ndëgjoj për muhabetet e tyre, ersalet ilejhinne, wa a'tadet lahunne muttaka'an, wa atet kulle wahidetin min hunne sikinen. Edhe tha hajde, tha se shtash unë e mirëna me këto gratë. Që ka thotë Allahu subhanahu wa taala, I ftoi ajo në një mezhlis. Vandreqi një ndeje të mirë aty për më ardh me bo muhabet. Edhe va dha kretve nga një thik për mi prej pemt. Edhe masene I tha Jusufit alayhis salam. I tha wa qalet ukhruj alayhin. Tha dil Jusuf pak për në hizmet këtu. Falemma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Kur e pan u mahnitën dhe I prejnë durt. Do me thonë, ti prej pemt I prejnë durt. Dhe thanë wa qulna hasha lillah. Subhan, adhe janë mahnit, hasha lillah. Ma hadha besha, kisa është njeri. In hadha illa melekun kerim. Ki mundet vesh me laqe me konë. Kure ka pa, do me thonë bukurim e Jusufit a.s. Qalet fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Për çket ju ma keni bo muhabetin. Kur ju e hupët menën krejt. Ju për çket ma keni bo muhabetin dhe më keni qurtu. Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Thot deshta ta bëj për vete, ta joshi, mirë po ai u mbrojt dhe u torhoq. Wa la in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakunanna min as-saghirin. Edhe ju thot grave kjo Zeliha thot. Nëse nuk e ban ata që unë I tham, kam u bërgos edhe kam u nënçmu shumë. Edhe në këtë rast e ndëgjoj Jusufi a.s. Thot, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Tha Allah, ma mirë, ma e dashur për mua është burgi se sa ajo në të cilën më thret kjo, dhe me kënë zina. Wa illa tasrif anni kaydakunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. O Zot, nëse nuk ma largon për meje këtë kurthin e këtyre grave, ka me anu ka to, dhe me ka me ra në provim, ka me anu ka ato, dhe ka mu bo gjahil, Fastajabe lehu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun. Edhe Zoti, kur e boni këtë lutje, Jusufi a.s. Kur e pa se kjo është të insistu, ja me bon zinaja s'ka. Edhe kur e pa këtë, boni dua, tha o Zot ma mirë në burg, se sa ajo në të cilën me thrasin, dhe Zoti ju përgjigj lutjes, dhe ja largoj kurthin e tyre, innehu huwa as-sami'ul alim, me të vërtetë ai dëgjon gjithçka dhe është I ditur. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yusjanannahu hatta hin. Masana e burgasën, masana kur e shqyrtuan çështjen e burgasën Jusufin alayhis salam. Historia vazhdon. Mirë po që kjo histori, domethënë pjesë e historisë e Jusufit alayhis salam është një model se si njeri dhe me thonë me ik prej epshit të zinas. Se Allahu subhanahu wa ta'ala
e ka kriju njeri unë të tillë se njeri ka nevojë për mu martu me dasht gruan e vetë. Mirë po, ki epsh duhet mu kanalizu. E përmenin djetarë se qëto ajete që i lexova, kanë shkru libra djetarë, kanë zirë më tepër se 1000 Ibn Kaimi e përmenin. 1000 dobi, 1000 mësime dalin nga, dalin nga këtu. Edhe tash, pse kjo është një rast, mundet me thonë dikush, pse qenë ka një rast shumë i veçantë, për arsye se te Jusufi a.s. ka pas, janë grumbullu, janë bon bashkë, shumë arsye për që ai mos me mujt me te i kalu këtë fitne, mirë po e ka te i kalu. Njeri kur është i lidhë, dhe kam tregojmë tash, cilat janë ato arsye që janë bon bashkë. E para, Allahu subhanahu wa ta'ala, te natyra njerëzore e ka bo që ai anon ka gjinia, te mashkulli me anu ka gjinia femrore dhe e kundërta. E dita Jusufi a.s. ishte në lulen e rinis dhe dihet që epshi të rritë është më i fuqishëm. E treta, ai ka qenë beqar. E katërta, ka qenë në një vend të panjohur, nuk ka qenë në mesin e popullit vetë, se njeri, e këti pa, njeri kur është në mesin e njerëzve që i nje ruhet pak ma shumë. Kur del dikun, shkojnë, kur dalin në për Evropë, atje a i ka ati dajen, minxën, babën, vlajnë, tezën, halë, nuk i ka atje, mase s'kan kufi. Sa i ka qenë në një vend, kërkush se ka njohë, familjen e vetë nuk i ka pas ati, kusheri se ka pas, parëvisi nuk i ka pas. Motivi tjetër është se gruaja e cila nuk ishte çfarë do lloj gruaje, ishte shumë e bukur, po ishte e pasur, ishte edhe me pozitë. Tjetra, më thonë, është se ajo ishte ajo që insistante. Tjetra, kishte në shtëpinë e saj, ishte i lirë me lëviz, nuk ishte i blokum, ishte i lirë se shërbëtorët, në më thonë lirisht, sot e kësaj dite, për dhe atëherë, sklevrit, më thonë, s'kan pas shumë perde mes grave dhe hizmiqarve që kanë punu, në me thonë ashme. Gjithashtu, a i ishte rob, tjetra, ajo e kërcnante, nuk ishte puna veç a do as do, po nëse s'përgjigjesh, në me thonë do të burgosh, e kështu me ra. Me gjithë kretë këto, arriti Jusufi a.s. që të shpëtoj nga kurthi, në me thonë që të shpëtoj nga kurthi i epshit, në me thonë, të zinas. E tash, qka është ajo neve na intereson sebepet që e ndihmun Jusufin a.s. Kjo është shumë është mërësi, kjo është mësimi tash. Cilët ishin ato sebepet që e bën të fuqishëm Jusufin a.s. dhe i ndihmun mos me rënë gabim. E para, njeri, se me të vërtet në këtë kohë, unë e përshonë rri me njerës në ndryshë. Në me thonë, me të vërtet shumë zorë, në me thonë, është me shpëtu nga këto kurthe. Me të vërtet e shumë zorë. Edhe njerëzit të cilët shpëtojnë janë pak. Edhe këtu është i laqë, e para njeri duhet me bon dua. Me kërku për Allahut subhanahu wa ta'ala, me kërku mbrojtje për Allahut subhanahu wa ta'ala. Sigur se tha Jusufi azam na adha Allah. Allahut i kërkoj mbrojtje. Sebebi i ditë është njeri me kujtu në këtë moment kur sprovohet me këtë epsh, se është një çështje të cilën Allahu është një padrejtësi që njeri nuk ja do familjes vetë. Për çat është një hadith, vjen një djalë i ri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë ja Rasulullah, a u boni së desme? Do ta përfundojmë edhe një 5 minuta. Tha ja Rasulullah, tha a mundesh me ma bon halal zina? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ti a do me thonë për nanën tënde këtë? Jo. Për motrën? Jo. Për vajzën? Jo. E po thotë edhe njerëzit tjerë nuk e duan për familjen e tyre. Do thonë njeri me kujtu këtë. E treta është argumenti i imanit. Me kthi dhe me shiku, do me thonë argumentin, sikur se ja shfaqi Allahu subhanahu wa taala argumentin e imanit. E katërta është mu mundu me qenë i sinqert me Allahun subhanahu
wa ta'ala. E pesta është, do me thonë, me ikë prej situatave, prej rrethanave, sikur se që iki Jusufi a.s. drejt terës. E gjashta është, do me thonë, mu mbrojt, me refuzu, me rezistu ndaj të keqës. E shtata është, do me thonë, duaja me insistu edhe me bo dua që Allahu subhanahu wa ta'ala me të mbrojt. Se nuk mbrohet njeri nëse kret, në me thonë, pengesat për me ra në zina, në me thonë, i prishën, edhe pastaj me thonë, vëlla unë e s'pata ku me shku. Në thonë, du të me bo dua, du të muruj, du të me ik, du të me e kujtu zullumin, du të me kujtu vetën, du të me vëndu vetën në pozitën e tjetët, dhe kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu. Më thonë, kjo është shpëtimi. Ka thonë pejgamberi, mi garantoni ju 6 gjana, dhe me këtë e përfundoj. Mi garantoni ju 6 gjana, unë e garantoj xhenetin. Ka thonë, më garantoni që kur të flisni nuk rreni. Kur të premtoni e mbajni premtimin. Kur t'ju lihet diçka në besim e zbatoni. Mirujt, do me thonë, mirujt pjesët e me rujt nderin. Më garantoni që e runi nderin, unë ju garantoj shpëtimin, rujni shëkimin dhe ruje dorën tënde. Këto 6 kushi, do me thonë, mi ja garanton se i runë, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja garanton këtë njeri xhenet. Kjo, do me thonë, është një mësim i jetës. Është diçka që duhet me na shoqëru vazhdimisht. Do me thonë, me kujtu Allahun subhanahu wa ta'ala, me kërku mbrojtjen Allahut, se njeri pa mbrojtjen Allahut subhanahu wa ta'ala nuk do të kishte mundësi me ardhur deri në xhami. Nëse njeri lihet në mbështetjen e vetvetes, nuk mundesh më, për çat njeri të ban dua, edhe i kthehet Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe më thonë se këto dunjaja, zinaja, pasuria, posti, më thonë janë gjëra të cilat shumica e njerëzve nuk mundën më ju thonë jo. Nuk mundën, për çat, për shembull, nëse kur folim për pasurinë, për shembull. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vendosur në shpirtat e njerëzve me dash pasurinë, se pasuria është fuqi. Pasuria është, do me thonë ti, do me thonë me i çel shumë dyrë të kënaqësive. Edhe këtu njerëzit e humbin dinjitetin, e humbin njerëzillëkun. Përveç atij që është i sinqert me Allah, ai mundet me shpëtu. Ai keni pa njëri për shembull, është mirë, po kur është në pyetje pare nuk ka besim taj. Kur është këto për shembull që vrapojnë mas posteve. Domethënë janë hala këto epshe më të rrezikshme, domethënë që njerin e ndryshojnë. E tash qarja dhe zgjidhja është mu lidh sinqerisht me Allahun subhanahu wa taala. Edhe mu mundu që këto pengesa, këto dyrë të harameve mos mi qel, se kush i qel edhe futet në ta. Allahu na mbroft, Allahu na pranoft veprat e mira, walhamdulillahi rabbil alamin.